Zjarret shpërthyen në periferi të Jeruzalemit të mërkurën, duke detyruar evakuimin e komuniteteve dhe mbylljen e një autostrade kryesore, ndërsa Izraeli bëri thirrje për ndihmë ndërkombëtare për ndihmuar në luftimin e flakëve edhe të njëjtën. Pamjet televizive treguan zjarre që ndjejeshin përgjatë autostradës kryesore në rrugën 1 nga Jeruzalemi në Tel Aviv dhe njerëz që braktisin makina dhe iknin nga flakët, ndërsa tymi tendur ngrihej mbi kodrat përreth. Kryeministri Benjamin Netanyahu tha se Italia dhe Kroacia pritet të dërgojnë 3 aeroplanë zjarfikës për të ndihmuar në shurjen e flakëve. Izraeli gjithashtu i bëri thirrje Greqisë, Kiprit dhe Bullgarisë, tha Ministria e Jashtme. Mediat izraelite raportuan se 120 shërbime zjarfikëse dhe shpëtimi kishin mobilizuar 10 ekipe avion dhe helikopter për provuar të mbanin zjarret dhe ushtria tha se forcat e saj të kërkim shpëtimit po ndihmojnë operacionet. Policia tha se 3 komunitete u evakuan dhe të paktën 13 persona u plagosën, nuk pati raporte për viktima. Zjarri shpërtheu në ditën për kujtimorit të Izraelit për ushtarët e rënë dhe shumë ceremoni që shënonin pragun e ditës pavarësisë u anulluan, përfshi dhe ngjarjen kryesore shtetërore që do mbahej në Jeruzalem. Mendohet që mund të jetë bërë një zjarrvënie e qëllimshme.